Jemi thash në bjesht e Belegut, e mojën më të lartë, 2250 metra. Jemi me një grup shokësh të alpinizmit. Në 29 tetuar, do më thove një vjesht e vonë me një ditë e bukur, të mirë, gjendemi në pjesën e Belegut, realisht ajo është moja Rupsit, ma tonë, përballë me Gjeravicën, është edhe burimi i Lumbardhët nga dy liçejt, liçeni Zemër dhe liçeni i Tropujës, si dy degët me ujin, me sasinë e ujit më të madhe, ndërsa edhe kjo pjesa këtu e Belegut, edhe pjesa tjetër e Rëshkëdullit bashkohen poshtë në Bistricën apo Lumbardhën e Deçanit që quhet. Kjo është moja Marjashit me lartësi prej 2522 metra që e ndon stanët e Belegut me të Rëshkëdullit, ndërsa nën të janë stanët e Prilipit. Krejt me tutje atje është ajo moja e Strelcit që quhet, tani me ka shkuar edhe asfalti deri tek një restorant deri afër nën mojen, edhe siç e tha edhe para ful si Avdiju është moja e Mpret apo edhe moja e Veternikut, a çfarëles? Po çfarëles për të thënë. Ndërsa ato krejt tutje atje shihen pjesë të Istogut, a në të majt komplet janë bjeshte Rrugovës, edhe na jemi në shtegun e Pikso Ballkans ose mojet e Ballkanit, një ndër shtigjet më të frekuentuara në këtë pjesë që lidhen me Shqipërinë, me plavën, vuthin dhe thethin e gjithë aty. Faleminderit më nëzor. Faleminderit shumë se të mënum pak faleminderit. Mos bëjmë me radhë. Veç për pas kallëzue. Rejt e komit. Teron, në kufirë shqiptar. Në bjesht e Belegut. Bjesht e Belegut. Lavdi u qoftë. Lavdi të shmurve, të ronë për liri, në bjesht e Belegut. Lavdi të shmurve.